Përshëndetje nderuar teleshikues, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, do t'ju njohim tani shkurtimisht me informacionet e fundit. 39 vjeçari Kreshnik Mujeci dhe bashkëshortja e tij Gentiana Mujeci u vranë në makinën e tyre në një atentat në Ballddren të Lezhës. Autorët qelluan me breshëri automatiku drejt makinës dhe u larguan nga vendi i ngjarjes. Një nga pistat e grupit hetimor është ajo e hakmarrjes, pasi vëllezërit Mujeci akuzoheshin për vrasjen e Gegm Hillit në tetor të vitit 2016 në aksin Shkodër-Velipoj. Për të mësuar më shumë detaje lidhur me hetimin, ne do të kemi një komunikim tani të drejt për drejt me kolegun Helidon Dreka. Helidon, përshëndetje, çfarë dihet, ka zbuluar efektivët e policisë grupi hetimor diçka më shumë mbi ngjarjen e ndjeshme? Po, përshëndetje. Në fakt, në lidhje me vrasjen e bashkëshortëve Kreshnik Mujeci dhe Gentiana Mujeci, grupi hetimor tashmë ka zgjeruar pistat e hetimit, pasi gjatë ditës së djeshme ishte ajo e hakmërisë një nga pistat kryesore, por nga informacionet që ata kanë arritur të marrin edhe nga të afërmit e tyre, raportohet se Kreshnik Mujeci paraqitet si një person konfliktual në zonën e tij, dhe kjo mund të jetë një nga pistë tjetër, pasi edhe të afërm të Kreshnik Mujecit kanë vërë thirrje policisë që të zgjerojnë pistën e hetimeve, pasi sipas tyre ajo e hakmërisë ka qenë një histori që tashmë ka qenë e mbyllur, pasi kanë qenë pajtuar mes njëri tjetrit, dhe sipas tyre dyshohet që të ketë pista të tjera pasi ka patur konflikte të njëpasnjëshme. Kujtojmë se Kreshnik Mujeci ka qenë një prej personave i cili ka protestuar gjatë gjithë kohës në rjoll të Velipojës për marrjen e pronave që po ndodhte qytetarëve. Ndërkohë, siç e theksova në fillim, tashmë çifti Mujeci i cili mbeti i vdekur në Ballddren të Lezhës, kanë qenë grupi hetimor i cili ka marrë afër 30 gëzhoja që kanë qenë fiks në ngjarje, pasi kanë përdorur dy atentatorë kanë përdorur automatik për vrasjen e çiftit Mujeci. Këto janë pak a shumë të dhënat të para që kemi marrë nga grupi hetimor. Pra nuk ka ende një pistë mirëfillt, por është eliminuar pista e hakmarrjes. Në fakt, siç e theksuam, pistat e reja që mund të shfaqen janë pikërisht ato të konflikteve që ka patur pikërisht në zonën e tij. Po pa pasur persona të dyshuar konkret, pra, jo se dihet se... Jo, deri tani nuk ka persona të dyshuar, edhe pse policia ka ushtruar disa kontrolle në banesat e personave të cilët mendohet që ka patur konflikt, por deri në këto momente nuk ka të shëtëruar persona lidhje me ngjarjen. Shumë faleminderit Helidon për gjithë detajet që ndave me ne. Faleminderit juve.